Është banale personale. Po pra po, nuk dua ta kthej. Do të thënë, shko çfarë dua të kuptoj unë Ilir. Unë dua të kuptoj këtë gjë. Ka filluar fushat PD-ja në universitet? Po jo më laj. Apo është halli juaj ky? Jo më laj, mos ta shifne. Sa herë që kanë Mos ta shifne që jena. Shikom. Dukemi PD-s në këtë. Ti gjithmonë je dukur si i PD-s, pavarësisht si isha e batuta jote? E para një, PD-s PS në këtë pikë. Këtë nisëm për hir të vërtetës, e kanë nisë shumë pedagogë tjerë. Unë erdha për ekspozitën dhe pastaj u bashkangjitëm. Pra, në punë ne jemi të gjithë të bashkuar. Në ushqim jemi veç e vetë. Po mirë, kjo kuptova. Shiko, mund të bëj një rezume të shkurtër, domethënë një analizë që është e kuadrit ligjor, sepse ka shumë rëndësi që ta sqarojmë publikun për te i bisedës tonë miqësore. Po, jo me detaj juridike. Publikun mbase s'ka nevojë të sqarojë Ministria e Qeveria apo që kanë dorë. Edhe për ta. Po, ata që kanë dorë. Domethënë, Senati Akademik është organ. Ministria ka thënë bëuni influencer, kështu që edhe ju artistët bëuni influencer. Po çfarë famore? Ore turit e troka, po vetë ajo. E kanë strategji. Do merremi me ministren që duhet. Jo, nuk do merremi me fjalët. Si do merresh me ministren? Jo, unë mendoj që ne jemi përtej ministres, pavarësisht ministria ka të momentumin e vetë emocional që nuk di qa flet në jerë, në më thënë. Ka gjërat vogla, shumë të gjithë. Senati Akademik është organi kompetent për ekuivalentimin e titujve në Universitetin e Arteve që e thamë këtë gjë. E dyta është vendimi datës 12/6/2024 përbën akte administrative të vlefshme, që të hecim në një gjuhë pakës institucionale. Mungesa regjistrimit në AKKSH nuk cënon vlerësimin juridik të titujve. Pra, kur tituj të jep Senati Akademik, do të thotë që është parlamenti i universitetit. Janë të vlefshëm, po. Mungesa e vendimit të bordit të administrimit dikon vetëm në efektet financiare. Do më thënë, pra, neve... Vetëm të kjo? Po, vetëm të kjo, sepse duhet andajmë atë, jo roga, jo pa roga, unë mendoj që sot të gjithë këta kolegët tani kanë titujt në fakt. Atëre ju e pas keni me Tiramën këtë, që të firmosë? Doktoraturat nuk është kusht për titujt akademik në arte, nëse je profesor në arte ose profesor i asociuar në arte. Pedagogët përfitojnë statusin akademik të plot në momentin e miratimit nga Senati Akademik. Pra e pas ka ligji? That's it. Kjo është. A të më thënë që ta kuptoj, ligji u a jep, s'u a jep Tellalli. Jo, unë kam një pyetje këtu. Kjo është një problem. Tellalli se jep, ligji e jep, Tellalli se jep. Kam një pyetje këtu. Si selektoni ju këta pedagogët që bëhen njerë pedagogë të rinj? Jo, qiko, ka komisione, janë bërë komisione për gatë. Të lutem, Ornella, jo, ta them sinqerisht. Rego është aq i ngushtë se s'ka nevojë për mik më. Po sa pedagogë janë hequr se si kanë pëlqyer të tjerëve? Shefave të dekanatëve. Tashi po flet për universitetet. Di unë me 10-ra. 5 vjeçar ose 6 vjeçar, sepse ne sot jemi universiteti 60 vjeçar. Të lutem, Ornella. S'kam gjos një rast që Se ne habite me këtë. Jemi sinqert. Çështja është këtu, janë ndjek të gjithë procedurat. Nuk është këtu për të justifikuar asnjë dhe për të kriju në një moment, domethënë, anashkalimit të pyetjes tënde. Por procedurat janë ndjekur në aspektin akademik si në çdo universitet dhe në gjithë rregulloret përkatëse. Pra, me kualifikimet ka dhe një gjë tjetër që gjithë këto vite për hir të vërtetës, ne jemi absolutisht me kartën e Bolonjës, absolutisht me internshipet, pra, jemi me Erasmus Plusin.